Ka dokumente që nuk duhet të kishin mbijetuar. Ka fakte që nuk duhet të kishin dalë kur nga errësira e arkivave. Dhe ka njerëz që janë kujdesur me gjithë forcën e tyre dhe me gjithë influencën e aparatit shtetëror, që e vërteta të mbetet e varrosur në shtresa të trasha heshtjeje dhe gënjeshtrash zyrtare. Por historia ka zakonin e vet të çuditshëm, ajo rrjedh si ujë në përçarjet e gurëve dhe sado i fortë të jetë muri i gënjeshtrës, e vërteta gjen gjithmonë rrugën e vet sot, pas më shumë se 100 vjetësh, ajo rrugë kalon nëpër këtë studio. Arkivi qendror i shtetit ruan, ndërmira dokumente të verdha nga koha dhe të palexuara prej dekadash, disa fletë të shkruara me dorë që nuk duhet të kishin mbetur. Mbi letrën e Hall, me bojë të zbehur nga lagështia e viteve, lexohet emri i Sulejman Delvinës, kryeministrit të parë të zgjedhur pas kongresit të Lushnjës. Por nuk është emri ai që të ndalon frymën. Është çfarë thuhet pas emrit. Dhe, mbi të gjitha, çfarë thuhet ndërmjet rreshtave, në atë hapësirë të ngushtë ku elitat politike të gjitha kohëve kanë fshehur të vërtetat e tyre më të errëta. Çfarë bënte Sulejman Delvina kur derdhej gjaku i fshatarëve të Vlorës, të Kurveleshit dhe të Tepelenës? Pikërisht kjo është pyetja që ky dokumentar kërkon të përgjigjet, duke ndjekur një gjurmë të hollë të dokumenteve, dëshmive dhe fakteve të harruara. Dhe përgjigja, siç do të zbulojmë, është njëkohësisht madhështore në strategjinë e saj dhe e frikshme në cinicizmin e saj. Viti 1920. Shqipëria sapo kishte dalë nga gërmadhat e luftës së parë botërore si një kufo me gjallë, e copëzuar nga apetitet e fuqive të mëdha dhe tradhtive të fqinjëve. Italia, si fuqi fituese e asaj lufte të tmerrshme, kishte dërguar trupat e saj në Vlorë, qytetin që Konti Kastoldi e quante Porta e Adriatikut ton. Generali Settimo Piacentini, arrogant dhe i bindur në superioritetin e armëve të tij moderne, shikonte nga lart malsorët shqiptar me atë përbuzje tipike të imperializmit klasik. Ai kishte deklaruar me plot gojen, Vlora është e Italisë dhe do të mbetet e Italisë. Fjalë madhështore. Por fjalë që historia do t'i shlyente. Dhe ndërkohë, në Tiranë, Sulejman Delvina pinte kafe. Pinte kafe me Kontin Kastoldi, fliste frëngjisht me atë sjellje të hollë dhe diplomatike të burrit që ka mësuar të fshehë çdo emocion në një buzëqeshje të ftohur. Dhe i garantonte përfaqësuesit italian se qeveria shqiptare nuk kishte asgjë të bënte me ato banda rebelësh në malet e Vlorës. Kjo ishte pamja e jashtme. Kjo ishte maska. Por pas maskës, në errësirën e korridoreve të pushtetit, blonte diçka krejtësisht ndryshe. Osman Haxhiu, njeriu që do të firmoste ultimatumin drejtuar general Piacentinit, nuk ishte kur vetëm. Ai e dinte këtë. Edhe italianët, që ta themi me çiltërsi, filluan ta dyshonin. Por provat, ato prova konkrete, materiale, të pakundërshtueshme, kishin mënyrën e tyre të çuditshme të zhdukjes. Thasët me para kalonin natën. Armët i ngarkoheshin mushkave në berat dhe fier, duke shmangur me kujdes rrugët kryesore ku shikonin syt italian. Oficerët e shuar ushtarak, si Qazim Koculi dhe Ahmet Lepenica, dorëhiqeshin papritur nga ushtria kombëtare, zhvishnin uniformat e tyre zyrtare. Dhe ditën tjetër, si me magji, shfaqeshin në malet e Labërisë duke komanduar fshatar të armatosur. Dhe Delvina, me dorën mbi zemër, u thoshte diplomatëve italian, çfarë mund të bëjmë ne? Vullnetar të paorganizuar, njerëz të paqeverishëm. Por askush nuk e dinte të gjithë historinë. Ose, të themi sakt, ata pak që e dinin, kishin arsye shumë të forta të heshtnin. Çfarë e shtyu Sulejman Delvinën, njërin nga diplomatët më të rafinuar që Shqipëria kishte prodhuar deri atëherë, të luante këtë lojë të dy fish dhe të rrezikonte gjithçka? A ishte patriotizëm i pastër, ai lloj patriotizmi i rrallë që nuk flet por vepron? Apo ishte kalkulim i ftohtë i një politikani që e kuptonte se fitoria e Vlorës ishte shansa e vetme për mbijetesën e shtetit të ri shqiptar? Dhe nuk i bënte asina të derdhej pak gjak i fshatarëve, nëse ky gjak do të blinte sovranitetin e vendit? Ose, pyetja më e rëndë nga të gjitha, a ishte Delvina vërtet ai që tërhiqte litarin, apo ai ishte thjesht fytyrën e qëndrueshme e mirësjellshme e një loje shumë më të errët? Të projektuar nga dorë shumë më ambicioze dhe shumë më kriminale? Sepse ekziston edhe Ahmet Zogu. 25 vjeç. Ministri i Brendshëm. Njeriu që kontrollonte gjandarmërinë, rrugët e kontrabandës dhe rrjetin e informatorëve. Njeriu për të cilin disa historian thonë, me zërin e ulur të atyre që kanë lexuar dokumentet e duhura, se ishte truri i vërtet i gjithë kësaj ndërmarrje të fshehtë. Por kjo është histori për pak më vonë.
Sepse fillimisht duhet të kuptojmë se çfarë ndodhi në janar të vitit 1920, kur Kongresi i Lushnjës ndezi shkëndijën e parë të shpresës shqiptare. Dhe se si kjo shpresë e brish, e rrethuar nga armiq të jashtëm dhe tradhtar të brendshëm, gjeti mënyrën e vet të mbijetesës. A mund të jetë heroizëm dhe cinicizëm njëkohësisht? A mund të bëhet e drejta me mjete të padrejta? Dhe nëse fitoria është reale, nëse gjaku i derdhur sjell lirinë e premtuar, kush paguan llogarinë e fundit? Imagjinoni 380 delegat të mbledhur në një ndërtesë të vogël në Lushnjë, janar i vitit 1920, dimër i ashpër. Dhe mbi kokat e tyre pesha e një pyetje që kishte shkatëruar kombe shumë më të mëdha dhe shumë më të fuqishme se Shqipëria: si mbijetojmë? Kongresi i Lushnjës nuk ishte vetëm një takim politik. Ishte akti i parë i qartë i vetëmbrojtjes kombëtare, thirrja e fundit e një populli që e shihte veten duke u shpërndarë si pluhuri nën thikat e konferencave diplomatike evropiane. Çdo fuqi e madhe kishte planet e veta për Shqipërinë. Italia donte Vlorën dhe Jugperëndimin. Greqia donte Juglindjen. Serbia dhe Mali i Zi kishin apetitet e tyre veriore. Dhe askush, absolutisht askush, nuk e merrte seriozisht shtetin e ri shqiptar si forcë me të cilën duhet llogaritur. Dhe pikërisht kjo nënçmim i rehatshëm i fuqive imperialiste do të bëhej gabimi i tyre fatal. Sulejman Delvina doli nga Kongresi i Lushnjës si kryeministri i parë i një qeverie të strukturuar sipas standardeve moderne perëndimore. Ai ishte diplomati i shkolluar, njeriu i rafinuar, i cili dinte se si të fliste italianëve, francezëve dhe anglezëve në gjuhën e tyre, jo vetëm lingvistikisht por edhe kulturalisht. Duke kuptuar kodet e tyre politike dhe pritjet e tyre psikologjike. Ai dinte saktësisht çfarë donte Europa të dëgjonte nga një kryeministër shqiptar: qetësi, moderim, kontrollin mbi situatën dhe mbi të gjitha, premtimin se Shqipëria nuk do të bëhej problem. Por Delvina dinte gjithashtu diçka tjetër, diçka që nuk i kishte thënë kur kontit Kastoldi gjatë atyre kafeve të qeta. Ai dinte se pa Vlorën, Shqipëria nuk kishte të ardhme. Vlora nuk ishte vetëm qytet. Ishte porta, ishte simbol, ishte prova e parë se ky shtet mund t'i mbronte kufit e vet kundër presionit të fuqive të mëdha. Pra loja filloi. Dhe ishte lojë e pastër, e ftohtë, e llogaritur deri në detajin e fundit. Nga njëra anë, fytyra publike, Delvina dhe përfaqësuesit e tij diplomatik, me Mehmet Konicën në krye, kalonin nota të sjellshme me Romën, shpreheshin të shqetësuar për tensionet, garantonin bashkëpunim dhe dialog. Dhe me çdo rast theksonin se qeveria shqiptare nuk kontrollonte dot gjithë territorin dhe nuk mund të mbahej përgjegjëse për veprimet e grupeve autonome. Kjo ishte alibia e institucionalizuar, e ndërtuar me kujdesin e një arkitekti të mirë. Nga ana tjetër, nën sipërfaqen e qetë të deklaratave diplomatike, blonte makina e vërtetë. Thasët me para, të mbushura me kursimet e pakt të buxhetit shtetëror shqiptar, nuk kalonin asnjëherë nëpër banka ose rrugë zyrtare. Do të kishte qenë absurde, vetvrasje e menjëhershme diplomatike. Ato dorëzoheshin në dorë të besuar, të tregtar me fytyrë neutrale ose klerik me reputacion të pacenuar, të cilët i çonin tek Osman Haxhiu, kreu i Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare në Vlorë, i cili e priste çdo dërgim me durim stoik dhe me shpresën e madhe të atij njeriu që di se betejë që e pret nuk e fal dobësin. Osman Haxhiu meritonte të qëndronte pak me këtë emër. Sepse ndërkohë që historianët kanë shkruar libra të tëra për strategjitë diplomatike të Delvinës dhe ambicjet politike të Zogut, Haxhiu ka mbetur njeriu i harruar. Ai që bëri punën e rrezikshme, ai që vuri firmën e tij nën ultimatumin drejtuar Piacentinit, ajo firmë që mund të kishte qenë dënimi i tij me vdekje nëse gjërat do të kishin shkuar ndryshe. Delvina do të kishte vazhduar të pinte kafe me kontin Kastoldi. Haxhiu do të varej. Kjo ishte ekonomia e rrezikut në lojën e dy fisht. Ata që kishin fuqinë nuk rrezikonin asgjë personalisht. Ata që nuk kishin asgjë për të humbur, ata rrezikonin gjithçka. Dhe ndërkohë, makina logjistike vazhdonte të punonte me precizion të frikshëm. Ministri i Brendshëm, Ahmet Zogu, 25 vjeç dhe tashmë me sytë e qartë të atij që ka kuptuar se si funksionon bota, organizonte lëvizjen e trupave vullnetare me një aftësi organizative që do t'i trondiste edhe sot strategët ushtarak. Oficerët e mirëfillt ushtarak shqiptar, njerëz me trajnim dhe me eksperiencë, nuk mund të dërgoheshin zyrtarisht në Vlorë. Do të kishte qenë akt përkufizues, arsye lufte, preteksti që Italia priste për të intensifikuar prezencën ushtarake.
por kishte zgjidhje. Zgjidhja kishte elegancën e çuditshme të atyre ideve që janë njëkohësisht brutalisht pragmatike dhe teknikanisht të pakundërshtueshme. Dorëheqja. Qazim Koculi, oficer i shkëlqyer dhe njeri me kock të fortë, dorëzoi dorëheqjen nga ushtria kombëtare shqiptare. Ahmet Lepenica bëri të njëjtën gjë. Dhe shumë të tjerë pas tyre. Zyrtarisht, ata ishin civil, qytetar privat me asnjë lidhje me strukturat ushtarake të shtetit. Nëse italianët do t'i kapnin në Vlorë duke komanduar luftimet, nuk mund të pretendonin se ky ishte agresion i organizuar shtetëror shqiptar. Ishte geniale. Ishte gjithashtu diçka tjetër, diçka më e errët. Sepse ata oficer me uniformat e tyre zyrtare të zhveshura, me gradet e tyre të fshira nga letrat zyrtare, nuk kishin asnjë mbrojtje institucionale nëse gjërat do të shkonin keq. Shteti që i kishte dërguar nuk do t'i njihte. Shteti që i kishte armatosur nuk do t'i shpëtonte. Ata ishin, në të njëjtën kohë, mjeti dhe shkoputja. Dhe thasët kalonin natën me mushka në përshtigjet e maleve të Labëris, rrugë që vetëm malsorët i njihnin, rrugë që nuk figuronin në asnjë hartë italiane. Ndërkohë, në kuzhinat dhe dhomat e vogla të fshatrave të Vlorës, të Kurveleshit, të Tepelenës, zhvilloi dram tjetër, shumë më e heshtur dhe shumë më reale. Gratë shisnin stolit. Unaza dasme, vath trashëgimi, byzylyk të trashëguara nga nënat dhe gjyshet. Çmimi i lirisë, siç rezultoi, ishte paja e nusës shqiptare. Fshatarët shisnin bagëtit, kopsit e fundit të deles, lopën e vetme të familjes dhe me ato parablinin fishej. Shpesh, ironia e historisë ka të cinizëm që nuk e gjen as në romanet më të errëta, i blinin pikërisht nga ushtarët italian të korruptuar, të cilët shisnin municionin e armatës së tyre imperialiste tek ata që do ta përdornin kundër tyre. Por pyetja që mbetet, ajo pyetja që do ta shqetësojë çdokën që e dëgjon historinë me vëmendje të vërtetë, është kjo: a i dinte Delvina? A i dinte zyrtarët e Tiranës sakrificat e plota që po bënte populli i thjeshtë i Vlorës, ndërkohë që fondet qeveritare ishin të fshehta dhe të pamjaftueshme? Po, i dinte. Por llogaritë e mëdha historike, siç na mësojnë gjithmonë elitat politike, nuk bëhen me njësi individuale. Ekziston një telegram. Ose, të jemi të saktë, ekziston dëshmia e besueshme e ekzistencës së një telegrami. Sepse vetë dokumenti fizik ka kaluar nëpër mënyra të çuditshme duke arritur tek ne vetëm si referencë në kujtimet e Eqrem Bej Vlorës dhe Sejfi Vlla Masit. Dy dëshmitar të kohës të cilët, edhe pse me perspektiva politike të ndryshme, pajtohen në një pikë themelore. Sulejman Delvina e mësoi artin e gënjeshtrës së institucionalizuar me precizionin e kirurgut. Telegrami i dërgonte prefektit të Beratit, dikur në pranverën e vitit 1920, një urdhër të qartë: bëni çmos t'i ndaloni vullnetarët të shkojnë në Vlorë. Fjalë të qarta. Urdhër i drejt për drejt. Dokument i rregullt shtetëror, i stampuar, i firmosur, i regjistruar siç duhet. Nëse italianët do ta gjenin, do të tregonte një kryeministër ligjbindës që përpiqej me çiltërsi të mbante rendin dhe të shmangëte konfliktin. Por korrieri që solli telegramin, ky njeri i besuar dhe i provuar, kishte marrë edhe një mesazh tjetër. Urdhër verbal, pa letër, pa firmë, pa asnjë gjurmë dokumentare. Mesazhi ishte i shkurtër dhe absurd në kontradiksionin e tij të hapët: injorojeni letrën. Nisni sa më shumë burra dhe armë, natën. Kjo ishte alibia e shkruar dhe urdhri i vërtet, duke jetuar njëkohësisht si dy të vërteta të papajtueshme që sillnin me vete mundësinë e mohimit total. Nëse gjithçka shkonte keq, ekzistonte telegrami. Nëse gjithçka shkonte mirë, ekzistonte fitoria. Dhe gjithçka ajo kohë, ajo pranverë dhe verë e vitit 1920, kishte cilësinë e çuditshme të dramave historike që nuk e dinë se janë historike. Njerëzit nuk vepronin duke menduar për posteritetin. Vepronin duke menduar për ditën e nesërme, për ushimin e radhës, për familjet e tyre, për frikën e vrenjtur që kishin vendosur kamp permanent në stomakun e tyre. Muajt mars, prill, maj 1920. Organizimi i fshehtë arriti gradualisht kulmin e tij. Qazim Koculi dhe Ahmet Lepenica, ish oficerët privat, tashmë ishin vendosur mirë në strukturat komandante të kryengritjes. Rjeti i korrierëve që transportonte fonde nga Tirana, duke lëvizur nëpër rrugë të njohura vetëm nga kontrabandistët dhe barind, funksiononte me rregullsinë e makinës.
Armët nga depot e Beratit dhe Fierit zhyteshin natën në balastazh të rrem dhe dilnin si malla tregtare, të eskortuar nga fytyrë të njohura dhe të padyshimta. Por kishte edhe diçka tjetër që funksiononte gjatë atyre muajve, diçka shumë njerëzore dhe shumë e frikshme, propaganda. Jo e organizuar, jo e drejtuar nga Tirana, por ajo propagandë organike e lashtë e quajtur turpi dhe nderi. Burrat e Vlorës, Kurveleshit, Tepelenës nuk kishin nevojë për oratore me fjalë të mëdha. Ata kishin nevojë vetëm ta dinin se Italia vdekje po u sillte çdo ditë. Ata kishin nevojë të dëgjonin se ishte koha. Dhe frika e turpit, frika e shqiptarit që nuk mban dot armën kur duhet ta mbajë, ishte motivi i parë dhe i fundit. 29 maj 1920. Malet e Dukatit. Formimi zyrtar i Komitetit të Mbrojtjes Kombëtare. Osman Haxhiu tashmë dinte se çfarë kishte pranuar të bënte. Ai kishte pranuar të ishte fytyra publike e diçkaje që Tirana e financonte por nuk e pranonte. Të ishte germa e parë e një dokumenti historik që mund ta kthente atë njëherë hero dhe njëherë ekzekutim, varësisht se si do të rrotullohej monedha. 4 qershor 1920. Ultimatumi i Komitetit drejtuar General Piacentinit. Tone të fuqishme, shumë ndryshe nga notat e sjellshme diplomatike të Tiranës. Tone të atij njeriu që ka vendosur se ka ardhur momenti dhe se tani është basti gjithçkaje. Dhe Delvina, atë ditë, duke lexuar raportet nga Tirana, çfarë ndjeu? Historianët nuk kanë marrë kurrë përgjigje të kënaqshme për këtë pyetje. Por ekzistojnë dy versione kryesore të interpretimit, dy shkolla të mendimit historik që sot, pas 100 vjetësh, vazhdojnë të debatohen. Versioni i parë, Delvina ishte strateg i madh nacional. Ai ishte njëri nga ata politikanë të rrallë që kuptojnë se momenti historik kërkon sakrifica të pashmangshme dhe që kanë guximin moral të marrin mbi vete peshën e vendimeve të dhimbshme. Sipas këtij versioni, loja e dy fish nuk ishte cinicizëm por nevoja e rrept e mbijetesës shtetërore. Pa mbulesën diplomatike, Italia do të kishte shtypur kryengritjen me forcë ushtarake masive dhe ndoshta do të kishte marrë pretekstin për aneksim të plotë. Versioni i dytë, ai që ka kosto emocionale shumë më të madhe dhe rezonon thellë të çdo kush që e dëgjon, thot diçka krejtësisht ndryshe. Elita e Tiranës, Delvina, Zogu dhe rrethi i ngushtë që dinte të vërtetën, i përdori fshatarët e Vlorës si mish për top. Llogariti saktë se nëse kryengritja dështonte, ata do të distancoheshin dhe do të fajsonin fanatizmin e paorganizuar të malsorëve. Nëse fitonte, ata do të merrnin meritat diplomatike, do të dilnin para historisë si burrat e shtetit që negociuan protokollin e Tiranës. Dhe kjo, pikërisht kjo asimetri e rrezikut, ishte esenca e skandalit historik që kjo histori e mban brenda si plagë të vjetër. Ndërkohë, 5 qershor 1920. Lufta filloi. Sulmet e para kundër garnizoneve italiane. Generali Piacentini, ai njeri arrogant i sigurt në superioritetin e armëve të tij, u trondit nga intensiteti i rezistencës. Ai kishte pritur disa barinj me opinga. Gjeti diçka tjetër, njerëz të desperuar, të uritur, të pafriksuar, të udhëhequr nga oficer me trajnim ushtarak serioz dhe të furnizuar me armë dhe municione me cilësi të kënaqshme. Por le t'i kthehemi asaj fotografie të brendshme që nuk është fotografuar kurrë por ekziston po aq reale sa çdo dokument i arkivit. Ndërkohë që luftohej në kod dhe gjorm dhe llogara, ndërkohë që gjakderdhja ishte e vërtetë dhe humbjet e rënda, Sulejman Delvina zhvillonte mbledhje diplomatike. Merrte nota. I përgjigjeshin notave. Shprehte keqardhje. Garantonte bashkëpunim. Pinte kafe. Kontrasti, kur e mendon deri në fund, ka diçka fizikisht të rëndë. Ndërkohë që gratë shqiptare shyenin stolit e tyre të arit dhe fshatarët shpinin bagëtin e fundit në treg për të bler fishek, kryeministri i tyre negocionte sovranitetin kombëtar mbi gota të mira porcelani. Dhe çfarë mendonte General Piacentini për gjithë këtë? Dokumentet ushtarake italiane, ato pak që janë bërë publike, sugjerojnë diçka befasuese. Ai e dinte. Inteligjenca italiane e kishte informuar se Tirana po financonte kryengritjen. Por Piacentini kishte bërë gabimin fatal të gjithë nënçmuesve të historisë, ai nuk besonte se ato informata ishin relevante. Disa barinj me opinga nuk mund ta thyejnë ushtrinë italiane, pavarësisht se kush i paguan. Ky mendim, kjo bindje e rehatshme në superioritetin e teknologjisë ushtarake mbi determinizmin njerëzor, do ta kthente Piacentinin nga fitimtari i sigurt në humbës historik.
Por tani, pas kaq shumë vitesh, pyetja e vërtet nuk është nëse Italia humbi apo Shqipëria fitoi. Pyetja është diçka shumë më personale, shumë më e dhimbshme. Ata burra dhe gra të thjesht të Vlorës dhe të Labërisë, ata njerëz pa emra të shënuar në tekstet historike. Ata që shitën stolitë e tyre dhe bagëtinë e tyre dhe dhanë jetët e tyre, a e dinin vërtet gjithçka? A e dinin se ata që ishin me ta nuk ishin as pak aty ku pretendoheshin? Dhe nëse e dinin, a do të kishin bërë ndryshe? Deri në minutën e fundit besoja se do të shpëtonim, thot burri me duart e dridhura mbi tryezën e drurit. Duart e tij, të vjetruara nga koha dhe punët e rënda, lëvizin pa qëllim mbi sipërfaqen e çaluar, si të kërkonin diçka solide ku të mbaheshin. Sytë e tij shikojnë diku larg, jo drejt kamerës, jo drejt jush, por drejt asaj vendeje të brendshme ku njeriu e kthejnë me dhunë kujtimet që nuk duan të kthehen. Kjo shprehje e njohim. Është fytyra e atij që ka mbajtur të fshehtë diçka shumë të rëndë, shumë gjallë. Sot, për herë të parë pas 60 vitesh, fëmijët dhe nipërit e luftëtarëve të Vlorës flasin për atë çfarë trashëguan, jo trofe, jo medalje. Por historitë e heshtura të baballarëve dhe gjyshëve të tyre, histori që u vinin natën si ëndra të këqija dhe zgjateshin me drithërim e dhimbje. Çfarë ndodhi pas protokollit të Tiranës, kur fishekzjarët u fikën dhe diplomatët thanë fjalët e tyre madhështore, është histori që historia zyrtare e ka lënë jashtë kapakut. Historia zyrtare flet për fitore. Historia e fshatit flet për diçka tjetër krejt. Agimi Vaso, 83 vjeç, fëmijë kur lufta kishte mbaruar por me kujtesë kaq të qartë saqë të bën të shivërisë, kujton se çfarë i thoshte i atij natën. Me zërin e ulët të atij njeriu që ka mësuar të flasë vetëm kur dyert janë mbyllura mirë. I atij kishte luftuar në kodë. Kishte kthyer shtëpi me 3 gishta të djathtit të prerë nga bajoneta italiane dhe me diçka shumë më të rëndë nga ç'ishte nevoja, diçka të padukshme dhe të palvizshme, të vendosur thellë sigur në përbrum. Ky ishte cinizmi i burrit që kishin premtuar se do t'i ndihmonin dhe nuk e kishin bërë plotësisht, ndihmë e gjysmë, ndihmë e llogaritur. Ndihmë e mjaftueshme për t'i mbajtur gjallë, por jo e mjaftueshme për t'i shpëtuar të gjithëve. Bashkia e Vlorës kishte një listë e mbajtur me dorë nga nënkryetari i kohës, ku shënoheshin emrat e familjeve që kishin dhënë kontribut material për luftën. Listë e heshtur, jo e shpallur publikisht, jo e njohur nga asnjë dokument zyrtar i Tiranës. Në atë listë, emër pas emri, ishte historia e vërtet financiare e luftës së Vlorës. Familja Dervishi kishte dhënë 2 kuaj dhe 6 qesa gruri. Familja Kuka kishte shitur livadin e trashëgimit për të blerë 3 pushkë. Vejusha Hatixhe Lici kishte dhënë të gjithë argjendërinë e shtëpisë, atë argjendëri të akumuluar brez pas brezi, stolitë e nënave dhe gjysheve, kujtimin material i gjithë asaj familje. Dhe nuk kishte marrë asnjë kompensim kurrë, asnjë njohje zyrtare, asnjë falënderim publik nga ata që kishin fituar lavdinë politike të kësaj lufte. E vërteta është kjo, dhe ajo ka cilësinë e therrjes që të lëshenjë, fondet qeveritare sekrete të Delvinës, paratë e thasëve të dërguara natën me mushka. Kishin financuar strukturën komandante dhe logjistikën e blerjes masive të armëve. Por kjo ishte vetëm pjesa e sipërisë. Bazën e luftës, ushqimin e ushtarëve, fishekët e ditës së 6 dhe të 7 dhe të 60 i kishte financuar populli vetë. Me bagëtin, me argjend, me bukën e gojës. Dhe kjo asimetri, ky çekuilibër i dhimbshëm midis atyre që kontribuan me gjithçka dhe atyre që kontribuan vetëm sa duhet për të mbajtur fasadën. Është çmimi i vërtet njerëzor i gjithë strategjisë diplomatike të Delvinës. Dervish Aslani ishte 22 vjeç kur luftoi pranë gjormit, sipas rrëfimit të djalit të tij, i regjistruar në arkivin jo zyrtar të bashkisë, letër e lidhur me fije dhije dhe e ruajtur ndër dekada në ndysheme. Ai kishte vajtur në betejë me opinga të grira dhe breg të arnuara, me armën e vjetër austriake që familja e kishte blerë me shitjen e Peçe 300, dhe me brekushet e fundit të miellit të misrit të mbyllura me kujdes në një reck të pastër. Ndërkohë, komandat e larta, oficerët që ishin dorëhequr formalitivisht nga ushtria kombëtare, kishin uniforma sado të pista, kishin armë të kalibrit të duhur dhe kishin njohuri taktike për strukturën e terrenit. Aslani kishte gjithçka të nevojshme për të vdekur me dinjitet. Nuk kishte gjithçka të nevojshme për të mbijetuar me rehati. Por ja, dhe këtu historia bëhet shumë njerëzore dhe shumë reale, mbi të gjitha kjo, ai vullneti i tij nuk kishte nevojë për kompensim material. Malësoret e Labërisë nuk luftonin për pagë.
Luftonin nga nderi dhe nga turpi, nga ai kod I vjetër I ngulitur thellë në sistemin e tyre të vlerave, I cili thoshte se vlora ishte e tyre dhe askush nuk kishte të drejtë ta merrte pa kaluar mbi trupat e tyre. Dhe kjo, pikërisht kjo motivim I pastër, ishte gjithashtu pjesa e llogarisë që Delvina e kishte llogaritur me ftohtësi. Ai dinte se populli do të luftonte. Pyetja nuk ishte nëse do të luftonin, por si ta drejtoje ai impuls, si ta kanalizoje, si ta furnizoje mjaftueshëm për t'ia dalë mban pa rrezikuar vetë asgjë. Kjo është pyetja me të cilën mbetemi para se të ecim më tej, kur historia I kujton si hero ata që ishin nëpër betejë dhe si diplomat ata që ishin nëpër sallone, kush e ka shkruar atë kujtesë? Dhe a ja vlen të jesh hero nëse nuk di kur se kush e pagoi faturën e heroizmit tënd? Gjeva Delvina nuk dha kur intervistë. Derisa jetoi, mbajti heshtjen e atij njeriu që ka kuptuar se disa gjëra mbrohen më mirë me mungesën e fjalës se sa me praninë e saj. Por ekzistojnë kujtimet e disa personave të afërt me familjen, disa rrëfime të pambledhura e të shpërndara nëpër letrat e trashëguara brez pas brezi, të cilat sot, kur I bashkon tërthorazi, pikturojnë portretin e dikujt që kishte jetuar të njëjtat pyetje nga brenda. Sulejman Delvina, pas protokollit të Tiranës, dukej në sytë e botës si triumfatori. Njeriu I shtetit. Diplomati I suksesshëm. Kryeministri që kishte menaxhuar me kujdes të jashtëzakonshëm njërin nga situatat më delikate të historisë shqiptare moderne. Portreti publik ishte I qartë dhe I mirë ndriçuar. Por portreti privat, ai që jetonte pas dyrave të shtëpisë dhe pas buzëqeshjes protokollare, ishte I kompozuar nga ngjyra shumë më të errëta. Ai ishte njeri I qetë, thuhet nga ata pak dëshmitar indirekt. Nuk ngrinte zërin. Nuk shfaqte emocione të papritshme. Kishte atë flegmatizëm të tipshëm të njerëzve të edukuar me standardet e shekullit të 19, ata që kishin mësuar se kontrolli I vetës ishte forma e lartë e qytetërimit. Por flegmatizmi ka çmimin e vet njerëzit që nuk shprehin asgjë jashtë, zakonisht mbledhin shumë brenda. Familja e dinte. Familja gjithmonë di, edhe kur nuk di saktësisht çfarë di. Gjatë muajve të luftës, nga qershori deri në gusht të vitit 1920, Delvina punonte natën. Jo vetëm nga nevoja administrative, por nga diçka tjetër, si një nevojë të mbante mendjen e zënë gjithmonë, si të dinte se nëse e la mendjen të qetë, ajo do të shkonte drejt vendeve ku nuk donte ta dërgonte. Sipas rrëfimeve, shtëpia e tij e Tiranës ishte e ndriçuar deri pas mesnatës, pothuajse çdo natë, gjatë gjithë asaj periudhe. Çfarë lexonte? Çfarë shkruante? Raportet nga Vlora, patjetër. Raportet e humbjeve njerëzore, të cilave u referoi me gjuhën teknike administrative të burokracisë shtetërore, trupa të dëmtuara, elemente të neutralizuara, gjuha e largësisë institucionale nga dhimbja reale. Por gjuha diplomatike, sado e hollë, nuk mund ta mbante larg realitetin tjetër, çdo ditë vinin emra. Emra konkret. Llamb të fikur. Njerëz të rinj dhe njerëz të vjetër të cilët kishin besuar diçka dhe kishin paguar çmim tjetërkun. Dhe Delvina gjaktot deri në themel, nën atë flegmatizëm të kultivuar me kujdes, si ndihej? A ishte ai thjesht makina e qetë e llogaritjeve politike, njeriu për të cilin historianët e majt vonë do të thonin se kishte sakrifikuar fshatarët pa hezitim? Apo ishte diçka shumë më komplekse dhe shumë më e dhimbshme? Ekziston një dëshmi e vogël, e pasvendësueshme në çka na tregon për brendësinë e atij njeriu. Mehmet Konica, diplomati I tij besnik dhe njeriu I besuar në Rom, ka lënë shënime personale ku tregon se Delvina, pas nënshkrimit të protokollit të Tiranës, 2 gusht 1920, ditën e fitores diplomatike, nuk shfaqi asnjë gëzim të dukshëm. Nuk kishte festë. Nuk kishte brohoritje. Lexoi dokumentin disa herë dhe pastaj doli pa thënë gjë. Konica e kishte gjetur duke qëndruar jashtë, duke parë qiellin me atë shprehje të njohur të atij njeriu që numëron diçka të padukshme brenda vetes. Kjo mund të interpretohet në shumë mënyra. Mund të jetë stoicizmi I njeriu të disiplinuar politikisht, I cili di se suksesi nuk kërkon shfaqje publike emocionale. Mund të jetë lodhja e thjeshtë e njeriu pas muajsh presionit të jashtëzakonshëm. Por mund të jetë edhe diçka tjetër, diçka që nuk ka emër saktësisht, por e njohin të gjithë ata që kanë paguar çmim personal për diçka dhe kanë marrë si fitore diçka që ndjehet e zbrazët në dorë. Sepse 2 gusht 1920, ndërkohë që protokolli I Tiranës firmosej, fshatarët e Vlorës nuk e dinin ende.
Ata vazhdonin të mbronin terrenin e tyre, ende nën frikën e riatakimeve, ende me humbjet e freskëta, ende me gratë në zi pas shtëpive të djegura. Lajmi i protokollit do t'u arrinte ditë më vonë, me ato vonesë bizare dhe shqetësuese me të cilën lajmet e mira gjithmonë vonohen kur janë shumë të rëndësishme. Dhe ndërkohë, vetëm disa orë pasi dokumenti ishte firmosur, në kafen diplomatike ku Konica kishte organizuar pritje të vogël të zgjedhur, shampanjë franceze rrifte nëpër gota të holla kristali. Diplomatët italian dhe shqiptar bisedonin me ton miqësor, si njerëz profesionistë që din të lënë pas luftën e fjalëve pasi të kemi arritur marrëveshjen. Konica ishte mikpritës i shkëlqyer. Atmosfera ishte ajo e lehtësimit të sinqertë. Delvina nuk ishte atje. Kjo mungesë, e dokumentuar por e pashpjeguar zyrtarisht kur, ka diçka të rëndë dhe të pakuptueshme. Njeriu i fitores nuk festoi me fituesit. Ai ishte i vetëm, diku tjetër, duke bërë atë numërim të padukshëm brenda vetes. Ata që e kanë lexuar kohën me vëmendje sugjerojnë diçka. Delvina e dinte mirë se fitoria e protokollit nuk ishte fitoria e plot e cila i jepej gjithmonë e popullit që e kishte derdhur gjakun e vet, ajo ishte fitoria e stilës, fitoria e formulimit juridik, fitoria e kushteve teknike të tërheqjes italiane. Por fitoria reale, ajo e tokës dhe e gjakut dhe e nderit, ishte bërë jashtë salloneve ku ai qëndronte. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, edhe njeriu i ftohtë dhe i llogaritur me aq zgjuar si ndije i rënduar nga ky çekuilibër, nga ky hendek midis çmimit që kishin paguar të tjerët dhe lavdisë që kishte marrë ai vetë. Apo ky është projeksioni ynë i sotëm mbi atë njeri? Ai vendosim në ndjenjat e turpit dhe të fajit mbi dikë që ndoshta nuk kishte asnjë nevojë të ndiej fajtor, sepse ajo ishte bota e tij dhe rregullat e saj ishin të qarta dhe ai i kishte zbatuar me profesionalizëm? Kjo pyetje, midis atij njeriu real dhe portretit njerëzor që dëshirojmë t'i vendosim, mbetet e hapur. Dhe mbase pikërisht kjo hapësi, kjo pasiguri e brendshme, na tregon më shumë për historinë se çdo dokument i arkivit. Ka njerëz që humbasin gjithçka dhe nuk e din kurrë. Kjo është e vërteta më e rëndë që lufta le pas vetes, shumë më e rëndë se shkatërimi material, shumë më e rëndë se vdekja, sepse vdekja ka fund dhe ka kuptim ndërkohë që humbjeve të padukshme nuk u vjen fundi kurrë. Ndesh Suli e kishte trashëguar nga jati, të cilin ja kishin trashëguar nga gjyshi, historinë e thasit të zbrazët. Ishte gushti vitit 1920, ditët pas protokollit, kur baballarët e familjes Suli ishin kthyer në shtëpi. Jo shumë, dy vëllezërit e rinj, njëri me plagë në kofsh, tjetri me vesh të munguar nga fishek zjarri ishtën shumë afër. Kishin ardhur me duart bosh, sepse gjithçka e kishin çuar me vete atje, e kishin harxhuar atje, e kishin lënë atje si cip pas gjarpërit. Familja kishte shitur 2 lopë dhe kalinë e vjetër për të financuar shkuarjen e tyre. Shtëpia kishte mbetur me grur vetëm sa për vend të dimrit. Gjyshja e vjetër kishte dhënë varsin e vetëm të arit që kishte mbajtur kurrë, varsin e nënës së saj, kujtimin e vetëm material të gjeneratës para saj. Dhe e kishte dhënë pa hezitim, pa lot, pa sjellje dramatike, me atë stoicizëm të thjeshtë dhe të tershëm të nënave shqiptare të cilat e din kur duhet të japësh edhe gjërat që të bëjnë lëndim të vërtetë. Vëllezërit u kthyen. Lopa nuk u kthye. Gjyshja e vjetër nuk e pa kur varsin e nënës së saj. Toka mbeti aty ku ishte, e lirë nga italianët dhe e vobekt si gjithmonë. Kush erdhi t'u thot faleminderit? Askush. Kush erdhi me ndonjë njohje zyrtare, ndonjë letër, ndonjë medalion të vogël simbolik si gjest i shtetit që ti kishte falënderuar? Asnjëri. Tirana ishte larg. Tirana kishte punët e veta. Protokolli i Tiranës ishte firmosur me dokumentin e duhur dhe gjithçka kishte marrë rrjedhën normale. Por kjo nuk ishte tradhtia e vetme. E para dhe më e rëndë ishte tradhtia e ndodhi midis atij gushti dhe shtatorit të vitit 1920, tradhtia e heshtur, jo me paramendim, jo me dashje të keqe ndoshta. Por tradhtia e asaj natyrore dhe klinike të politikës, harresës. 3 shtator 1920. Ushtari i fundit italian largohet nga Vlora. Data historike. Data e madhëruar. Data mbi të cilën do të shkruhen libra dhe do të mbahen ceremoni dhe do të ndërtojë identiteti kulturor i brezave. Por asnjë nga ata libra, asnjë nga ato ceremoni nuk kishte hapësirë të mjaftueshme për emrat e familjeve Suli, Dervishi, Kuka, Aslani, Lici dhe qindra e mira të tjerë si ata. Historia zyrtare ka nevojë për heronj me emra të shkëlqeshëm dhe momente dramatike. Nuk ka kohë për inventarin e detajuar të lopëve të shitura dhe varseve të dhëna.
Ahmet Zogu, 46 vjeç dhe tashmë me ambicjet e tij shumë të qarta, e ndiqte gjithë këtë me atë vëmendje precize të atij njeriu që di se ku duhet vendosur çdo copë e shaull. Organizatori i logjistikës sekrete, ai që kishte bërë të mundur lëvizjen e armëve dhe oficerëve dhe fondeve, kishte gjithashtu bërë diçka tjetër. Kishte kuptuar saktësisht cilin kapital politik të nxirrte nga fitoria dhe cilin ta linte fshehtë. Fitoria diplomatike i takonte Delvinës. Merita e organizimit të fshehtë kishte mbetur e padokumentuar zyrtarisht dhe pikërisht kjo padokumentim ishte aktivi më i çmuar i Zogut, ai dinte shumë. Ai kishte prova të shumta. Dhe kjo dije, ky sekret i ruajtur me kujdes, do të bëhej mjeti i tij më i fuqishëm i kapjes graduale të pushtetit që pasoi. Kjo është tradhtia e fshehur brenda fitores, ata që kishin agjent tjetër nuk u tradhtuan. Ata që kishin vetëm shpresën, ata u lanë pa kompensim. Fatlume Gjoka ishte 48 vjeç kur djali i saj i vogël u largua për në Vlorë. Djali kishte 20 vjeç, emrin Muhamet, dhe ëndrrën e shumë djemve të rinj të kohës që liria kombëtare ishte diçka konkrete dhe lëkure si buka. Fatlumja nuk e lexonte dot gazetën dhe nuk kuptonte termat juridik të protokollit dhe nuk kishte asnjë njohuri mbi negociatat diplomatike italo-shqiptare. Ajo dinte vetëm 2 gjëra, se djali i saj kishte vajtur dhe se ai nuk u kthye kurrë. Muhameti u vra pranë Kotës, qershori i vitit 1920, javën e dytë të luftimeve. Nuk kishte asnjë njoftim zyrtar. Asnjë telegram, asnjë letër me vull shtetit. Komiteti lokal, ai njeri i besuar nga fshati, erdhi vetë me fytyrën e ulët dhe ia tha me fjalë të thjeshta. Fatlumja nuk e mori vesh menjëherë. Pastaj e mori vesh dhe ende nuk deshi ta besonte. Pastaj e besoi dhe nuk e priste kur të lante mjekrën e tij të parë, dhuntin që kishin blerë me 5 grosh jo shumë kohë më parë. Ky fat nuk është unik. Është fat i dhjetëra familjeve atë verë. Por ky fat konkret i kësaj nëne konkrete dhe i këtij djali konkret ka diçka të rëndë dhe aktuale. Sepse ndërkohë që Fatlumja mbante zi vetëm në fshatin e saj, pa njohje kombëtare, pa ceremoni publike, pa asnjë zë institucional që ta dëgjonte dhimbjen e saj. Protokolli i Tiranës po festohej si fitore e madhe e diplomacisë shqiptare. 2 të vërteta. Njëkohësisht reale. Të papajtueshme. Ky hendek, ky çekuilibër mes historisë zyrtare dhe historisë njerëzore, është plaga e vjetër e gjithë kësaj narrative. Dhe ne, sot, duke u larguar nga shekulli i gjakosur dhe duke parë prapa me distancën e kohës, mund ta njohim atë plag shumë mirë. Sepse ajo nuk u mbyll kurrë plotësisht. Pas luftës, Delvina humbi pushtetin shpejt. Politika shqiptare e periudhës pas 1920 ishte arenë e pasigurt dhe e paqëndrueshme, me ndryshime të shpeshta qeverish dhe koalicionesh të brishta. Shtatorin e 1921, vetëm pak muaj pas fitores, qeveria e tij ra. Ai nuk u kthye kurrë në pozicionin e kryeministrit. Zogu ngritej. Delvina perëndonte. Fshatarët e Vlorës vazhdonin si gjithmonë, pa ditur saktësisht se çfarë ndryshoi realisht pas asaj lufte, çfarë fituan dhe çfarë humbën, përveç bagëtisë, arit dhe djemve të rinj. Dhe generali Piacentini, ai njeri arrogant i bindur se disa barinj me opinga nuk mund ta rrëzonin ushtrinë e tij moderne? Ai u kthye në Itali me poshtërimin e tij personal dhe me mësimet e rënda të atij ekspedite, mësime që, sa herë qarkullohen në librat ushtarak italian, shpjegohen si anomali taktike dhe jo si dëshmi e asgjë thelbësore. Edhe humbësi ka mënyrat e veta të mos e kuptuar plotësisht çfarë humbi dhe pse. Historia ka cilësinë e çuditshme të gjykimit asimetrik, i quan të zgjuar ata që kanë fituar dhe i harron ata që kanë paguar. Dhe kjo logjik e lashtë e fuqisë, logjikën e elitave ndaj popullit, e Delvinës ndaj familjeve Suli dhe Gjoka dhe Aslani, e gjen të njëjtën kudo, në çdo kohë, me çdo emër. Pyetja që mbetemi me të është kjo, e thjeshtë dhe e rëndë siguri, pas 100 vitesh, kur shtatorin e 1920 e festojmë si fitore kombëtare. A kemi bërë ndonjëherë listën e plotë të atyre që e bën të mundur? Jo listën diplomatike. Listën e vërtetë. Me emrin e Fatlume Gjokës dhe varsin e gjyshes Lici dhe lopët e familjes Dervishi dhe gishtërinjt e prertë të atit të Agimit Vaso? Dhe nëse jo, atëherë fitoria e kujt e festojmë realisht? Çfarë ndodh me trupin e një njeriu kur mban pesha që nuk duhet t'i mbaj asnjë njeri? Ky është pyetja mjekësore.
Por ka edhe pyetja tjetër, ajo që mjekësia nuk mund ta përgjigjet. Çfarë ndodh me shpirtin e atij njeriu kur di gjithçka dhe nuk mund të thotë asgjë? Sulejman Delvina, gjatë verës së vitit 1920, ishte njëkohësisht burri i gjallë i fitores diplomatike shqiptare dhe njeriu i shkatërimit të brendshëm të heshtur. Mjeku i tij personal, një mjek vienes i shkolluar, vinte me rregullsi në shtëpinë e Tiranës. Asnjë nga vizitat e tij nuk u regjistrua në dokumentet zyrtare të kohës. Asnjë diagnozë nuk doli kurrë në mvullën shtetërore. Por arkivat e specializuara të Ministrisë së Brendshme, ato seksione të cilat sot mbeten akoma të pakuptueshme plotësisht nga historianët, ruajnë një listë të çuditshme porosish ilaçesh. Lista e datës gusht 1920 mbart disa emra substancash që mjekësia e kohës i përshkruante për një gjendje të vetme. Kolaps nervoz i maskuar, gjendjen e atij njeriu i cili funksionon normalisht nga jashtë ndërkohë që çahet nga brenda. Shikoni fotografitë e Delvinës. Krahasoni portretin nga janari i vitit 1920, kur doli nga Kongresi i Lushnjës me sytë e ndritur të projektit të ri, me fotografinë e shtatorit të njëjtit vit pas protokollit. Dallimi nuk është i vogël. Nuk është vetëm lodhja e zakonshme politike. Ka diçka të ndryshme në linjat e fytyrës, në mënyrën si qëndrojnë sytë. Ka diçka në atë shprehje të ngushtuar të atij që ka parë shumë, ka mbajtur shumë dhe ka paguar koston me ato pjesë të brendshme të vetes që nuk rrimë këmbën plotësisht kurrë. Mjekësia e heshtur e liderëve politik të kësaj periudhe është një kapitull historik thuajse i paeksploruar. Doktorët vinin natën. Diagnozat shkruheshin me kodet e mjekëve, jo me gjuhën e popullit. Kursimet ilaçesh, ato pak që kanë mbijetuar në për arkivat periferike dhe janë zbuluar rastësisht nga historianë që kërkonin gjëra të tjera, flasin gjuhën tjetër tregimi. Gjuhën e trupit që reziston sa mundet dhe pastaj fillon të cedoj ngadalë, siç atia e ndërtesës në nshi të vazhdueshëm, duke lëshuar fillimisht pikza, pastaj rryma, pastaj torrente. Nuk flasim për dobësi. Flasim për çmim. Çdo person që mban vendime mbi jetën dhe vdekjen e të tjerëve, çdo politikan i cili ka dërguar njerëz të vdesin për kalkulime strategjike sado të drejta. Çdo njeri që ka nënshkruar me dorën e tij diçka që dinte se do të kishte kosto njerëzore të matshme, paguan atë çmim diku. Disa e paguajnë me gjumin. Disa me shëndetin. Disa me atë distancim të ngadalë dhe të pashmangshëm nga jeta normale, ata njerëz që gjithmonë janë diku tjetër edhe kur janë fizikisht prezent. Delvina, sipas disa rrëfimeve periferike, kishte filluar të kishte probleme me gjumin gjatë muajve të luftës. Kjo në vetvete nuk është surprizë. Por kishte edhe diçka tjetër, dridhje të duarve, sipas të paktën një dëshmie indirekte, dridhje të atij lloji të çuditshëm. Të vogla dhe të padobishme që njeriu e kontrollon normalisht, por e cila del kur sistemi nervoz i rënduar nuk mund t'i menaxhojë plotësisht të gjitha sinjalet njëkohësisht. Delvina mbante duar të qeta gjatë takimeve diplomatike. Ky ishte trajnimi i tij dhe disiplina e tij dhe pikërisht ky kontroll i vullnetshëm i trupit ka koston e vet. Ajo energji e shpenzuar në kontrollin e jashtëm është energji e marrë nga brendësia. Por lista e ilaçeve, kjo listë e vogël dhe e çuditshme e ruajtur pa dashje në një seksion arkivi që nuk ishte menduar të hidhej asnjëherë, tregon diçka shumë specifike. Disa nga substancat e renditura atje ishin të njohura si trajtim për simptoma kardiovaskulare, presion i lartë, palpitacione, rritje e papritur e ritmit të zemrës gjatë stresit. Gjendja e atij njeriu i cili, sado i ftohtë dhe i qetë dukej nga jashtë, mbante një trup që reagonte biologjikisht ndaj asaj çfarë ndodhte brenda. Vetëm 2 kopje të kësaj liste ekzistonin, sipas dokumentacionit arkivor. Njëra zhduki pas vitit 1922, kur u riorganizuan arkivat në ndikimin e ri politik. Tjetra, rastësisht e futur brenda një fashikull administrativ të palidhur dhe krejt jo relevant, doli shumë dekada më vonë, e verdhë dhe e brishtë. Me shkronja që pothuajse nuk lexoheshin, por me emrin e të njëjtit mjek dhe me të njëjtën datë të asaj vjeshte vendimtare. Çfarë na tregon kjo listë ilaçesh, kjo gjurmë e vogël biologjike e liderit shqiptar, që dokumentet diplomatike nuk na tregojnë dot? Na tregon se çmimi i lojës së dy fish nuk ishte vetëm politik dhe moral. Ishte edhe fizik. Ishte edhe njerëzor. Ishte edhe i ngulitur thellë brenda atij trupi të qetë dhe të disiplinuar, duke lëvizur si rrymë nëntoksore, i padukshëm nga jashtë dhe i papërmbajtur nga brenda.
Dhe ndërkohë, po atë verë, po ato muaj kur trupi i Delvinës mbante ngarkesën e fshehtë të vendimeve, 52 kilometra larg, në malet e Labërisë. Trupat e thjeshtë të fshatarëve shqiptar mbajnin ngarkesa krejtësisht të ndryshme. Uri të vërtet, plagë të hapura, erën e barutit dhe të gjakut, çorapet e laga me vestë të mëngjesit. 2 lloje trupi nën 2 lloje pejshash. Njëra e heshtur dhe e maskuar. Tjetra e zhveshur tërësisht. Kur historia shkruan portretin e liderit, shkruan portreti publik, fjalët, dokumentet, vendimet. Nuk shkruan kur listën e ilaçeve. Nuk shkruan kur gjurmën biologjike të çmimit. Por nëse do të shkrieshin të dyja, nëse historia e vërtet do të ishte plotësia e portreteve dhe jo vetëm ato që kanë mbijetuar sipas rastit dhe interesit. Ndoshta do të kishim imazh ndryshe, shumë ndryshe, të kësaj kohe dhe të këtyre njerëzve. Çfarë gjendet sot në ato seksione të arkivit shtetëror shqiptar të cilat mbeten teknike të pakontrollueshme publikisht? Dhe nëse lista e ilaçeve e atij gushti ka mbijetuar rastësisht, çfarë tjetër ka mbijetuar, e fshehur pa dashje, brenda fashikullave dhe kutive të harruara, duke pritur gjetësinë e duhur? 364 faqe. Aq ishte fondi i plotë i qeverisë së përkohshme të vitit 1920, seksioni i klasifikuar, ashtu siç shënohet në inventarin e arkivit qendror. Por kur historianët e parë aksesuan atë fond, pas dekadave të mbylljes, numëran diçka tjetër. 272 faqe. Mungonin 92 faqe. 92 faqe të hequra, jo të dëmtuara, jo të humbura aksidentalisht, por të hequra me kujdes, të nxjerra fizikisht nga fashikuj. Duke lënë vetëm skajet e coptuara si gjurmë të çuditshme të operacionit të pastrimit. Kush i hoqi ato faqe? Kur? Dhe, mbi të gjitha, çfarë kishte shkruar mbi to? Kjo nuk është spekulim historik. Kjo është gjetja konkrete dhe e dokumentuar e historianit Skënder Anamali, i cili aksesoi fondin në vitet e 70-ta dhe la shënime të sakta mbi numërim. Duke treguar me precizion seksionet nga të cilat mungonin faqet. Anamali nuk i publikoi këto vërejtje gjerësisht gjatë jetës, sepse koha historike e regjimit nuk favorizonte pyetje të tilla. Por shënimet e tij personale ekzistojnë dhe janë lexuar nga hulumtues të mëvonshëm. Pyetja e 92 faqeve ka mbetur e hapur. Teoria e parë, e avancuar nga historian që kanë punuar me arkivat shqiptare të periudhës, thotë se ato faqe mbanin dokumentacionin e plotë të skemës financiare sekrete. Regjistrat e fondeve të dërguara, faturat e korrierëve besnik, ndoshta edhe ato urdhrat verbale të shkruara befas. Ato listat e shpenzimeve që do të provonin drejt për drejt se qeveria e Tiranës kishte organizuar dhe financuar luftën e Vlorës. Dokumentacion i tillë do të kishte shkatëruar narrativën zyrtare të popullit spontan që u ngrit vetë dhe do të kishte ekspozuar qeverinë ndaj pretendimeve italiane për shkelje të marrëveshjeve ndërkombëtare. Teoria e dytë është shumë interesante dhe shumë më e errët. Ato faqe mund të mbanin diçka edhe më të rëndë se dokumentacionin financiar. Ato mund të mbanin provat e mosmarrëveshjeve të brendshme, provat e konflikteve midis Delvinës dhe Zogut mbi metodat dhe strategjinë e lojës së dy fish. Provat e atyre momenteve kur dy njerëzit me ambicjet e tyre shumë të ndryshme kishin ardhur në për kontradikta të drejtpërdrejta të cilat nuk i gjeni kur në komunikatat zyrtare dhe notat diplomatike. Zona e tretë teorike, ajo më e frikshme, thotë se midis atyre faqeve kishte emra. Lista emrash të informatorëve shqiptar që kishin bashkëpunuar me inteligjencën italiane gjatë periudhës. Listë që, nëse do të kishte dalë publikisht, do të kishte ndezur konflikte familjare dhe gjakmarrje dhe kriza politike me efekte të paparashikueshme. Këtë teori e mbështesin ata historian që kanë vërejtur se aksesi i selektuar dhe jo i plot në arkivat e kësaj periudhe ka logjikën e dikujt që ka hequr jo gjithçka, por gjithçka specifike. Operacioni i pastrimit ishte i sofistikuar. Nuk hoqi dokumentet e zakonshme administrative. Hoqi saktësisht ato copa informacioni që mund të destabilizonin ekuilibrat politik të ndërtuar me kujdes pas luftës. Kush kishte akses të atill ndaj arkivit? Kush kishte motivin dhe aftësinë për të kryer një operacion kaq të selektuar të fshirjes historike? Dhe këtu dyshimi bën kthesën e saj të pashmangshme drejt njërit emër, emrit që gjatë gjithë kësaj narrative ka qëndruar si hije pas skenës, gjithmonë i pranishëm dhe gjithmonë pak jashtë dritës direkte. Ahmet Zogu. Jo pasi u bë president. Jo pasi u bë mbredh.
por shumë herët, ndoshta edhe para fundit të vitit 1920, Zogu kishte filluar të mendonte si dikush që do t'i nevojitej të kontrollonte narrativën historike të asaj kohe. Ai dinte gjithçka. Ai kishte organizuar gjithçka logjistikisht. Dhe kjo dije ishte njëkohësisht aktivi dhe pasivi i tij, aktiv sepse i jepte fuqi në bisedimet politike, pasiv sepse nëse dokumentohej plotësisht, do ta lidhte me veprime që diplomacia ndërkombëtare mund t'i shfrytëzonte kundër tij. Njeriu i 25 vjetësh i vitit 1920, organizatori i heshtur i kontrabandës së armëve dhe dorëheqjeve të stisura të oficerëve. Kishte mësuar shumë shpejt mësimet thelbësore të pushtetit, historia shkruhet nga ata që kontrollojnë arkivat. Dhe ai me çdo vit dhe me çdo pozicion të ri ndërtoi kapacitetin për të kontrolluar pikërisht atë. Por le të kthehemi tek 92 faqet, sepse ato na ofrojnë diçka tjetër, diçka mbase shumë më interesante se spekulimet mbi atë çfarë mund të kishin mbajtur. Na ofrojnë provën e gjallë se dikush friksohej nga e vërteta e shkruar. Dikush kishte koston e frikës të mjaftueshme për të kryer operacionin e fshirjes. Dhe frika, në politik, është gjithmonë proporcionale me fshehjen, sa më i madh operacioni i pastrimit, aq më e rëndë e vërteta e pastruar. Historiani që nga distanca e dekadave mund të kontoj mungesat, të numëroj faqet e hequra, të hetoj modelin e pastrimit, nuk ka akses direkt të asaj çfarë ishte mbi ato faqe. Por ka akses të diçkaje tjetër, modelit të sjelljes. Çfarë fsheh ky model? Çfarë tregon konfigurimi i mungesave? Dhe kjo metodë indirekte e historisë, leximi i asaj çfarë mungon dhe jo vetëm asaj çfarë ekziston, na tregon shpesh shumë më tepër se qasja direkte. 92 faqe. 272 që mbeten. Dhe midis atyre që mbeten, fragmentet e rralla, gjysmë dokumentet, referencat anësore, ato shprehje administrative që kanë mbijetuar rastësisht, ndërtojnë imazhin e mjaftueshëm të atij çfarë ka ndodhur. Jo të plotë. Jo të pashmangshëm përfundimtar. Por mjaftueshëm real për ta njohur. Gjaktotësia e atij që eliminoi provat ka cilësinë e saj të shqetësueshme. Ajo kërkon disiplinë, ajo kërkon planifikim, ajo kërkon kohën dhe kapacitetin institucional për t'u realizuar. Nuk është vepra e dikujt të nervozuar dhe të shpejtë. Është vepra e dikujt që mori frymë thellë, mendoi metodikisht dhe veproi me precizitet. Tiparet e njëjtë karakterologjike si ato të organizimit të lojës së dy fish të vitit 1920. Historia e lë pyetjen e hapur dhe e lë me qëllim, nëse 92 faqet do të gjendeshin nesër diku të fshehura pa dashje brenda ndonjë fashikull tjetër. Ashtu siç u gjet lista e ilaçeve, ashtu siç gjenden gjurmët e historisë kur historiani ka durim, çfarë do të lexonim mbi to? 2 gusht 1920. Mëngjesi filloi me shi të lehtë mbi Tiranën. Delvina u zgjua herët sipas zakonit. Bëri kafe, jo çaj, gjithmonë kafe, me ritualin e atij njeriu që ka nevojë për diçka specifike dhe të parashikueshme si hyrje në ditën. Raportet e para ishin tashmë mbi tryezën e tij. Sot ishte dita. Sot do të firmosej protokolli. Sot, zyrtarisht dhe diplomatikisht, lufta po mbaronte. Ai e dinte shumë para Mehmet Konicës dhe shumë para zëdhënësit zyrtar dhe shumë para titujve të gazetave që do të dilnin ditën tjetër se çfarë do të thoshte protokolli i Tiranës në praktikë. E dinte strukturën e tij juridike, implikimet diplomatike, limitimet dhe mundësitë. E kishte shqyrtuar çdo fjalë, çdo klauzol, çdo formulim teknik, me atë kujdes të njeriut i cili ka mësuar gjatë gjithë jetës se djalli fshihet në detaje. Por ndërsa protokolli formalizonte tërheqjen italiane nga Vlora, ndërkohë nisi diçka tjetër, tërheqja graduale e Delvinës vetë nga skena politike shqiptare. Ndoshta nuk e dinte akoma. Ndoshta e ndjente. Ndoshta e kishte llogaritur edhe këtë me atë ftohtësi të tij karakteristike dhe e kishte pranuar si çmim i strukturës politike brenda së cilës kishte operuar. Sepse ekziston ky paradoks i çuditshëm në historinë e lojës së dy fish të vitit 1920, njeriu që e bëri fitoren të mundur nuk ishte ai që do ta trashëgonte atë. Kjo është logjika e pashmangshme e operacioneve sekrete. Ata që i njohin më mirë, ata janë gjithmonë në rrezik më të madh. Sepse njohja mutual është zinxhir simmetrik. Delvina dinte shumë mbi Zogun. Por Zogu dinte po aq mbi Delvinën. Dhe midis dy njerëzve me dieni reciproke, gjithmonë fiton ai që ka kapacitetin institucional për ta menaxhuar atë dieni. Zogu kishte xhandarmërinë.
Kishte rrjetin e kontrabandës. Kishte njerëzit e besuar në pozicionet kyç. Kishte, mbi të gjitha, 25 vjeç dhe ambicjet që nuk kishin nevojë të deklaroheshin sepse shiheshin qartë nga çdo vëzhgues me sy të hapura. Shtator 1921. Pak muaj pas fitores. Qeveria e Delvinës bie. Kjo datë, e heshtur dhe e shpejt në narrativën historike, është në fakt shenja e para dhe e qartë e asaj çfarë do pasojë. Tranzicioni i pushtetit nga njeriu i diplomacisë te njeriu i forcës, nga strategu i ftohtë i mbulesës diplomatike te arkitekti i ardhshëm i monarkisë autoritare shqiptare. Por le të ndjekim gjurmën ekonomike dhe politike, sepse ajo gjurmë na tregon gjithmonë shumë më tepër se narrativet e karaktereve. Kush fitoi pas luftës së Vlorës? Kush mori më shumë nga kjo fitore se sa kishte investuar? Ky është testi i Cui Bono, testi i lashtë i interesit real pas faqes publike të heroizmit kombëtar. Familjet e fshatarëve të Vlorës dhe Kurveleshit fituan toka të lira nga prezencat italiane, fituan liri lëvizjeje, fituan dinjitetin njerëzor të mos ishin nën pushtimin e huaj. Humbën bagëtin, argjendërin, disa familje humbën djemt dhe nuk morën kompensim institucional kurrë. Sulejman Delvina fitoi reputacionin historik të diplomatit të suksesshëm, figurën e burrit të shtetit. Humbi pushtetin brenda vitit, humbi influencën politike brenda 2 viteve, u largua nga skena politike pa pasur kurrë mundësinë të konsolidojë kapitalet e tij të akumuluara. Itali e Gjolitit humbi Vlorën por shmangu një luftë të gjatë guerile me kosto politike të papranueshme brenda vendit. Ku opinia publike post luftë e parë botërore nuk kishte stomakun për aventura imperialiste të kushtueshme. Fitoi dalje dinjitoze nga situata e vështirë pa krizë parlamentare të menjëhershme. Dhe pastaj ekziston fitimtari i vërtetë. Ai që pyetja Cui Bono të drejton me pashmangshmëri kur ndjek të gjitha vijat drejt fundit të tyre. Ai njeri 25 vjetësh me sytë të qartë dhe me rrjetin e tij të ndërtuar me durim gjatë muajve të organizimit të fshehtë. Ai njeri i cili pas rënies së Delvinës nuk u largua nga skena politike por vazhdoi të ngjitej, shkallë pas shkalle. Derisa figura e kryeministrit dhe pastaj e presidentit dhe pastaj e mbretit u bë emri i vetëm i dëgjueshëm. Çfarë mori Zogu nga lufta e Vlorës? Jo lavdin diplomatike, ajo ishte e Delvinës dhe mbeti si çiment e reputacionit historik të tij. Zogu mori diçka shumë më të vlefshme, kapitalin relacional dhe institucional. Mori njohjet e ngritura me tregtarët e armëve dhe rrjetet e kontrabandës që do t'i shërbenin edhe shumë herë pas kësaj. Mori besnikërinë personale të oficerëve si Koculi dhe Lepenica, njerëz që ishin dërguar nga ai dhe e dinin. Mori kontrollin e strukturave të xhandarmerisë, të cilat i kishte menaxhuar gjatë gjithë periudhës si ministër i brendshëm dhe të cilat nuk i la kurrë. Dhe mori, mbi të gjitha, dijenin sekrete mbi kë kishte bërë çfarë dhe kur, dijenin që bëhet kapital politik i llojit shumë special, ai lloji i paprekshëm dhe i pakontestueshëm. Zogu, pas rënies së qeverisë Delvina, nuk u largua. U konsolidua. Secili ndryshim qeverie, secili rikonfigurim i koalicioneve politike shqiptare të viteve 1922, 1923. 1924, la Zogun gjithmonë pak më afër qendrës. Kur nuk ishte shumë i dukshëm. Kur nuk ishte në mënyrë agresive dominuese. Por gjithmonë ishte atje me duart e tij të qeta dhe sytë e tij të llogaritur, duke ecur me hapa metodik drejt asaj fasade të pushtetit absolut që pak nga pak po ndërtonte me çdo gur themeli. Dhe fshatarët e Vlorës, ata u kthyen tek kasollet e tyre. Dikush tek kasollja e djegur. Dikush te kasole pa burr. Dikush te tryeza pa bagëti dhe pa stoli. Toka ishte e lirë. Stomaku ishte po aq bosh si gjithmonë. Liria, ajo liria abstrakte dhe madhështore e festuar nga poetët dhe politikanët, nuk ushqen dot fëmijët. Ky është bilanci i vërtet ekonomik dhe njerëzor i lojës së dy fish të vitit 1920. Jo fitim strategjik. Jo humbje taktike. Por ky ndarje e pandershme, kjo asimetri e pagimit dhe e marrjes, e cila ka qenë gjithmonë dhe kudo e njëjta. E cila nuk ka nevojë për emra të rinj sepse logjika e saj mbetet identike pavarësisht emrave të atyre që e zbatojnë. Sulejman Delvina vdiq larg pushtetit. Vdiq si njeri me reputacionin historik të integruar të diplomatit të suksesshëm, por pa ato strukturat dhe rrjetet dhe kapitalin institucional që bëjnë dallimin midis reputacionit dhe pushtetit real.
Ai e kishte luajtur lojën e tij me zgjuarsi dhe guxim. Por loja kishte një rregull të fshehtë që ai ose nuk e dinte ose e dinte dhe nuk mund ta ndryshonte. Kush kontrollon instrumentet, kontrollon edhe rezultatin. Zogu i kontrolloi instrumentet. Dhe tani, kur e shohim të gjithën nga distanca e 100 viteve, kur kemi arkivat dhe dëshmitarët dhe fragmentet e mbetura dhe mungesat tragjike të 92 faqeve, mund të bëjmë atë pyetje të fundit. A ishte loja e dy fisht e Delvinës fitore e strategjisë apo hyrja e pavullnetshme e tij e zogut brenda platformës politike nga e cila ai nuk do të largohej kurrë? Dhe nëse kjo e fundit është e vërteta, nëse Delvina, ky strateg i admiruar, i rafinuar dhe i ftohtë, ishte vetë pioni lojës shumë më të madhe të luajtur nga dikush shumë më i ri dhe shumë më i egër se ai, çfarë na thot kjo për natyrën e pushtetit dhe për iluzionet e atyre që besojnë se e kontrollojnë atë? Sepse rrota ishte nisur. Dhe ajo kur nuk ndalet vetë. Në nëntor të vitit 1944, forcat e reja politike hynë me nxitim në arkivat e vjetra të shtetit në Tiranë. Ato donin të rishkruanin historinë sipas ideologjisë së tyre, por gjetën diçka që nuk duhej të ekzistonte në asnjë rrethan. Regjistrat e fshehtë financiar të vitit 1920, të mbyllur me kujdes maniaku në një kasafort të harruar në bodrumet e Ministrisë së Brendshme, tregonin shumat e sakta të arit dhe të monedhave të dërguara në drejtim të Vlorës gjatë muajve të luftës. Por menjëherë pas atij zbulimi fillestar, këto prova të pakundërshtueshme materiale u zhdukën pa lënë asnjë gjurmë të vetme, sikur të ishin gëlltitur nga vetë muret e ftohta të atij institucioni të errët. Kush i mori ato dokumente në atë kohë të trazuar tranzicioni, kur çdo letër mund të kthehej në një dënim të rënd ose në një bilet shpëtimi? Dhe kryesorja, çfarë të vërtetë të hidhur dhe shkatëruese fshinin ato shifra të zverdhura për elitën e vjetër politike të vendit? Përgjigja nuk gjendet në librat e historisë së lavdishme që u mësohen fëmijëve në shkolla, por në logjikën e ftohtë dhe të pamëshirshme të pushtetit absolut. Sepse ato regjistra nuk tregonin thjesht ndihmën shtetërore të dhënë në fshehtësi, por tregonin diferencën e frikshme dhe të pashpjegueshme mes asaj që u dha zyrtarisht nga thesari dhe asaj që mbërriti realisht në duart e luftëtarëve. Dhe pikërisht kjo diferencë e errët ishte sekreti më i madh, më i ruajtur dhe më i rrezikshëm i lojës së dy fisht të qeverisë së Sulejman Delvinës. Por elitat e rafinuara politike nuk lën kurrë fatura të pashlyera pas vetes, duke u kujdesur që çdo gjurmë e kompromisit të tyre të fshihet me mjeshtëri kirurgjikale. Ndërkohë që fshatarët e labërisë jepnin jetën e tyre në llogoret e luftës dhe shisnin pasurinë e tyre të fundit për të blerë fishej. Dikush në Tiranë llogariste me gjaktotësi përqindjet e fitimit politik dhe financiar nga kjo tragjedi kombëtare. Dhe ja ku qëndron tradhtia e vërtet, e thellë dhe e pafalshme e atyre muajve të mbushur me sakrifica sublime. Ata që organizuan rezistencën nga zyrat e ngrohta dhe të sigurta të kryeqytetit, u kujdesën që kostoja e vërtet e kësaj lufte të mbulohej përgjithmonë me pluhurin e trashtë të harresës institucionale. A ishte ky një plan i paramenduar me djallëzi që në fillim të atij viti të mbrapsht, një skem ku patriotizmi përdorej thjesht si një monedhë shkëmbimi? Ndërsa diplomatët tanë shkëmbenin buzëqeshje të shtirura dhe nota mirësjelljeje me përfaqësuesit italian nëpër sallonet e ndriçuara, thesari i shtetit lëvizte nëpër duar të padukshme në errësirën e natës. Por asnjëherë nuk shkoi plot atje ku duhej të shkonte, sepse rrugës kishte gjithmonë ndërmjetës të pangopur, komisione të heshtura dhe interesa të errëta që gërryenin fondet e mbijetesës. Dhe kështu, lufta e shenjtë dhe e dëlirë e një populli të tërë u kthye në një transakcion të ftohtë tregtar për ata që mbanin vulat e shtetit dhe kontrollonin fatet e kombit. Provat fizike të kësaj vjedhjeje historike mund të jenë zhdukur përgjithmonë në zjarrin e revolucioneve, por hija e atij korrupsioni fillestar vazhdon të rëndojë si një mallkim mbi historinë tonë moderne. Dikush u pasurua në mënyrë të paimagjinueshme nga ato jetë të humbura në malet e Vlorës, ndërsa të tjerët humbën gjithçka që kishin ndërtuar ndërbreza. A do të guxojmë ndonjëherë të kërkojmë emrat e vërtet të atyre që përfituan nga sakrifica më e madhe e atij shekulli? Nën themelet e depove të vjetra ushtarake në Berat dhe Fier ekzistonin hapësira të fshehta nëntoksore, për të cilat as arkitektët e sotëm nuk kanë asnjë dieni të dokumentuar. Kush i përshtati ato labirinte të errëta në fshehtësi të plot gjatë pranverës së trazuar të vitit 1920, duke punuar vetëm në orët e vona të natës për të shmangur sytë e spionëve? Ku të çonin saktësisht ato rrugkalime të ngushta e të lagështa, të cilat ishin mbushur deri në tavan me arka të rënda municionesh dhe armatimesh të vulosura me stemën e shtetit?
Përgjigja e kësaj enigme inxhinierike fshihet në gjeografinë e heshtur dhe të llogaritur mirë të tradhtisë shtetërore. Armët nuk dilnin kur nga dyert kryesore të depove, aty ku rojet zyrtare mbanin shënime të rregullta për çdo lëvizje inventari. Ato rrëshisnin nëpër errësirë si hije të heshtura, duke u ngarkuar në kurrizin e mushkave që prisnin në anën tjetër të atyre tuneleve të harruara. Zbulimi i këtyre rrugëve logjistike të nëndeshme ndryshon rrënjësisht gjithçka që dim për natyrën e vërtetë të asaj lufte. Kjo nuk ishte as pak një lëvizje spontane e masave të revoltuara fshatare që rrëmbyen armët e ndryshkura nga inati i papërmbajtshëm. Ishte një operacion i mirëfillt ushtarak, i planifikuar me një saktësi të frikshme nga mendjet më të mprehta të Tiranës dhe i maskuar me mjeshtëri si një kaos i pakontrollueshëm popullor. Çdo pushkë e nisur drejt maleve të Vlorës kishte një numër serial të fshirë me kujdes të madh, për të mos lënë asnjë provë që mund të lidhte qeverinë me kryengritësit. Çdo mushkë e ngarkuar me barut shoqërohej nga njerëz të heshtur që nuk linin emra, nuk mbanin dokumente dhe nuk ekzistonin në asnjë regjistër zyrtar të kohës. Kuptimi i thellë i kësaj makinerie të fshehtë është sa i jashtëzakonshëm, aq edhe i frikshëm në cinizmin e tij. Shteti i brish shqiptar po vidhte veten e tij në mes të natës, duke zbrazur depot e veta për të financuar një luftë që nuk e njihte zyrtarisht në dritën e diellit. Kjo ishte njëkohësisht genialiteti më i madh diplomatik dhe mallkimi më i rënd moral i asaj qeverie që po luante me zjarrin e historisë. Por çdo sekret, sado i ruajtur mirë të jetë, lë gjithmonë një gjurmë të pashlyeshme në hapësirën fizike ku ka ndodhur. Depot e zbrazura dhe tunelet e braktisura dëshmojnë ende sot për një plan të errët që shkoi shumë përtej patriotizmit të thjeshtë e romantik. Çfarë tjetër fshihet nën themelet e atij shteti të porsalindur, i cili u ndërtua me aq mund mbi gënjeshtra të domosdoshme dhe sakrifica të padeklaruara? Për herë të parë pas më shumë se 80 vitesh heshtjeje absolute, nipi i njeriut që mbajti çelsat e atyre depove sekrete ka pranuar të flasë përpara kamerave tona. Ajo që ai tregon me zë të dridhur për ditët e fundit të qeverisë së Sulejman Delvinës do të përmbysë përfundimisht gjithçka që keni besuar deri më sot për heronjtë e asaj kohe. Është një dëshmi ekskluzive dhe tronditse, nga ato që të ngrijnë gjakun në vena dhe të bëjnë të rishikosh me dyshim çdo rresht të shkruar në librat e historisë zyrtare. Ditët e fundit të pushtetit të tij rodhen ngadalë dhe me një dhimbje të heshtur, si rëra në një orë xhami që nuk mund të kthehet më mbrapsht pavarësisht dëshirës njerëzore. Ai e shihte me sytë e tij se si rrjeti i tij i gjerë i influencës po shpërbëhej, fije pas fije, në mpeshën e padurueshme të ambicieve të atyre njerëzve që ai vetë i kishte ngritur në detyrë. Çdo vendim i marrë në fshehtësi gjatë muajve të luftës tani po kthehej në një lag të padukshëm që ngushtohej ditaditës rreth qafës së tij politike, duke i marrë frymën ngadalë. Në atë mbrëmje të fundit dhe të zymt në zyrën e tij kryeministrore, dritat qëndruan të ndezura deri në agim, ndërsa ai digjte me duart e tij letrat që nuk duhej të binin kurrë në duart e pasardhësve të tij politik. Ishte një fund thellësisht i heshtur dhe melankolik, pa zhurmë armësh, pa turma të zemëruara dhe pa fjalime të mëdha lamtumire, vetëm zhurma e thatë e letrës që kthehej në hi brenda oxhakut të gurë. Ai e kuptoi në ato momente vetmie, ndoshta shumë vonë për të ndryshuar rrjedhën e ngjarjeve, se në lojën e dy fishë të pushtetit nuk ka kur dy fitues të barabartë. Rrota e pamëshirshme e fatit ishte nisur me kohë nga duar të tjera, dhe ai ishte kthyer thjesht në pengesën e radhës që duhej shtypur pa asnjë mëshirë nga makineria e re e shtetit. Rrugëtimi i tij toksor drejt harresës politike ishte i pashmangshëm, një rënje e ngadalë dhe e trisht nga majat e lavdisë diplomatike në hijet e një jete të tërhequr. Ai u largua në heshtje të plot, duke marrë me vete në varr sekretet më të errëta të një lufte që e fitoi me aq mjeshtëri për të tjerët. A e kuptoi ai vallë në frymën e tij të fundit se kishte qenë thjesht një gurshahu i përkohshëm në dorën e një lojtari shumë më të ri dhe shumë më të pamëshirshëm? Pas asaj vjeshte të largët të vitit 1920, kur jehona e armëve u shua dhe diplomatët mbyllën dosjet e tyre, fati ndau rrugët e protagonistëve me një ironi të pamëshirshme dhe therse. Familja e Sulejman Delvinës u tërhoq në një heshtje të gjatë dhe të dhimbshme. Duke parë me pafuqi se si emri i tij zbehej ditaditës nëpër librat e historisë, i mbuluar nga pluhuri i kohës dhe nga vullneti i hekurt i atyre që erdhën pas tij për të fshirë çdo merit të së shkuarës. Ndërkohë, njeriu që kishte qëndruar gjithmonë në hije, duke lëvizur fijet e logjistikës dhe duke mbledhur sekretet e të tjerëve, Ahmet Zogu, mori gjithçka që mund të merrej nga ajo fitore. Ai përdori me një genialitet të frikshëm rrjetet e ngritura gjatë luftës, sekretet e mbajtura në kasaforta dhe aleancat e fshehta me oficerët e dorëhequr.
kështu ndërtoi rrugën e tij të pandalshme drejt pushtetit absolut. Duke u kurorëzuar përfundimisht si mbreti i shqiptarëve dhe duke e lënë Delvinën thjesht si një fusnot në historinë e tij të madhe. Dhe Shqipëria, ajo tokë e djegur dhe e vuajtur për të cilën u bën gjithë ato sakrifica, vendi mbeti i mbërthyer në të njëjtën varfëri dërmuese dhe në të njëjtin mjerim shekullor. Fshatarët e Vlorës, Kurveleshit dhe Tepelenës, ata burra dhe gra që kishin dhënë jetët e tyre, djemtë e tyre të rinj dhe pasurinë e tyre të fundit për të blerë lirinë, u kthyen në kasollet e tyre të djegura me duar bosh. Për ta nuk pati as medalje të arta nga qeveria, as pensione shtetërore për invalidët, as lavdi nëpër sallonet e ndriçuara të Evropës ku festohej fitoria. Ata mbetën ushtarët e panjohur dhe të harruar të një fitoreje që u kapitalizua plotësisht nga elitat e reja në Tiranë. Një popull i thjesht i përdorur si mburoj njerëzore për të mbrojtur karriget dhe interesat e atyre që negocionin me buzëqeshje dhe pinin shampanjë me armikun. Historia e luftës së Vlorës është një monument i madhërisëm i ngritur mbi sakrificën e pastër të një populli dhe i cimentuar me cinizmin e ftohtë të një politike pa skrupuj. Por pyetja kryesore mbetet ende e varur në ajër, si një hije e rëndë që refuzon të largohet edhe pas një shekulli. Kush ishte arkitekti i vërtet i kësaj loje të rrezikshme që sakrifikoi të varfrit për të kurorëzuar të pushtetshmit, dhe pse e vërteta e plotë e atyre ditëve vazhdon të mbahet e kyçur në errësirën e arkivave tona?